Coco mban emrin butiku më i ri i modës i çelur në kryeqytet, i cili do të kushtohet dy firmave prestigjioze të veshjeve dhe aksesorëve për femra, Moschino dhe Alberta Ferretti. Ky është një bashkëpunim i tre stilistëve të njohura, Edith Selimi, Enada At Nicola dhe Klodi Mengri. Dyqani synon të përmbush kërkesat që ka një femër dhe pikërisht për këtë arsye është përzgjedhur edhe emri i veçantë Coco, i cili në frëngjisht do të thotë femër e mbajtur. Këndi më i veçantë do të jetë ai i aksesorëve dhe veshjet e dy linjave prestigjioze, Moschino dhe Alberta Ferretti. Mendoj që janë dy linja që e plotësojnë shumë mirë veten e vet dhe në një farë mënyre të japin kënaqësinë që të mundesh të kesh një zgjedhje shumë të gjerë për këtë dimër. Si vjet është një koleksion i cili përfaqësohet nga shumë ngjyra pastel, siç e shikoni ka lilën, ka një të verdhë në mustard. Kolekcioni është shumë i dashur me stofra të butë, të ngrohtë, njëkohësisht ka edhe shumë mohar në trikot që janë. Dhe mbi të gjitha ka edhe një sër peliçesh ky koleksion që në ndryshim nga të vjen peliçja në veten e vet, kësaj radhe ka peliçe të cilat janë me ngjyra siç është e verdha, ka roz, ka pastele të tjera. Në promovimin e dyqanit më të veçantë të modës në kryeqytet, nuk kanë munguar edhe emra të njohur të ekranit, spektaklit, modës, showt dhe femra që kujdesen deri në detaj për kurimin e lukut të tyre. Ato e kanë përqafuar me shumë dashuri idenë e organizatorëve të këtij projekti, pse jo, dhe si një nga mundësitë më të mira për të patur një luk perfekt, gjithmonë nëse kërkon të jesh një femër e mbajtur.